Gjesi, faleminderit për ftesën. Unë do të mundohem pak në pikat shkurta ashtu, sa do kodo me arshytue. Pra furtarët thonë që është e arsyeshme sepse janë disa faktorë që ndikojnë në ngritjen e çmimit të bukës, e që është një të produktet bazë për shportën e produkteve kryesore të secilës familje. Shqetësim qytetarët, shqetësim furtarët. Kush ka të drejtë dhe kush duhet të jetë më i shqetësuar në këtë rast? Qytetarët kanë të drejtë ankesë, por jo të furtarët me bë ankesën. Do më thënë s'është hallka kryesore furtari. Furtari është viktim. Sikur se edhe qytetari. Sikur më shumë se qytetari. Më shumë se qytetari, furtari është viktim. Me furtarin nuk është marrë asnjë qeveri deri tash me mbi 10 kryeministra që kanë udhëheq vendin tonë. Asnjëri prej tyre se ka pa të udhës me unal, me bisedu me furtarët, çka i shqetëson? Çka u mungon edhe ku e kanë problematikën? As në kohë zgjedhjesh fushatash? As në kohë zgjedhje fushatash, as para zgjedhjeve, as mas zgjedhjeve asnjëherë. Shumica e qytetarëve thonë milli ka rënje. Milli, më të vërtet, në këto ditë ka rënje, por milli ka ngritje dhe ulje të në vitit sigurisht një 5 deri në 6 herë. Varet prej se nuk jemi në produkt grurit. Pra është një arsye tjetër, është importi... Importi ta e dedikon millin. Mirë po furtari nuk mundet me bo çmimin çdo muaj, me bo ngritje ulje sipas kërkesave, se ajo ndodh një herë ose 2 herë, brenda 2 vjetë një herë mund ngrit çmimi.